Sa i përket rritjes së importeve, ajo vjen jo vetëm nga rritja e fuqisë blerëse, sepse si thash më herët ne kemi rrit kërkesën agregate me këtë shpërndarje jo pak të ata që kanë më pak, është bërë shumë, dhe kjo vjen gjithashtu edhe nga fakti që është eliminuar kontrabanda. Janë 37 rrugë ilegale që janë mbyllë anën banë Kosovës, prej tyre 27 në veri të Kosovës, dhe eliminimi e kontrabandës natyrisht që ka kontribuar në rritjen e importit përveç se rritjes së fuqisë blerëse, ku një pjesë e konsiderueshme janë mallra të cilat vijnë nga jashtë. Është e vërtetë që ka pasur rritje të çmimeve të produkteve bazë, por ato do të kenë tavan së shpejti. Ju e dini që ne kemi propozuar ligjin për çmime tavan për produkte bazë, i cili ka pasur një adresim në formë të ankese nga opozita në gjykatën kushtetuese dhe më pastaj është rrëzuar. Ne do ta risjellim ligjin me çmime tavan për produktet bazë dhe në këtë mënyrë do ta frenojmë abuzimin me çmime. Ne nuk jemi kundër fitimit të korporatave, por ne jemi kundër superprofitit në kurriz të qytetarëve që paraqet abuzim me mirëqenjen e popullsisë mbar. Fitimi i korporatave është rritur në Kosovë. Në qeveritë e mëhershme kur nuk e ka mrri 1 miliard. Nëse zgaboj, viti 2018 është viti më i mirë me rreth 950 milion, ndërkaq vitin që lan pas fitimi i korporatave është 2.2 miliard. Pra prej më pak se 1 miliard në 2.2 miliard. 120% rritje fitimit korporatave, që e dim nga të dhënat e administratës tatimore të Kosovës, sepse paguajnë 10% atë aty, vetëm shumëzoje me 10 edhe e kupton sa ka qenë fitimi i korporatave në sektorin privat. Tjetra që dua të theksoj është se u tha që ky është buxhet i vendit më të varfër në Evropë. Buxheti është afër 4 miliard, kur ka marrë detyrën në vitin 2021, buxheti i trashëguar nga qeveria paraprake ka qenë 2.4 miliard, që i bie një rritje prej 2/3, dhe rritja ekonomike kur ne flasim është rritje reale, nuk është rritje nominale, është rritje pasi që hiqet inflacioni. E kush e ka shumë hall inflacionin, ju lutem që ta mbështetni ligjin që do të vijë së shpejti këtu për çmimet tavan për produktet bazë. Pra, rritja është reale, dëshirojmë edhe më shumë, edhe më shpejt, por kjo rritje e buxhetit për 2/3 për 5 vjet, natyrisht nuk kupton që ne jemi të Kosovës dhe Kosovën e rrisim. Nuk e rrisim në shtet tjetër në Evropë. Kosovën të tillë siç e kemi gjetur me buxhet vjetor 2.4 miliard në 2021, tash e kemi sjellur në 4 miliard që besoj është një rritje e pamohueshme. Në fund, më duhet ju kërkoj falje që më duhet të shkoj e të rikthehem pas rreth 1 ore, me qenë se Banka Qendrore e Kosovës dhe Banka e Shqipërisë ka një organizim të përbashkët, se tash është 100 vjetori i Bankës së Shqipërisë, dhe unë do të vi të marr pjesë në debat, nëse deri në atëherë nuk kam përfunduar diskutimet pas prafërsisht 1 orë, por dua ta ritheksoj që të gjitha kritikat dhe kundërshtimet që na u bën, argumentet e opozitës, do të jenë plotësisht të vlefshme nëse janë të arsyeshme edhe atëherë kur do ta sjellim rishikimin e buxhetit pas pak muajve, e që do të paraprihet nga programi qeveritar që do të diskutohet bashkë me juve këtu. Faleminderit. Sipas radhës, deputeti Mergim Lushtaku e ka fjalën.